Pra qeveria e Kosovës të vetëmën obligim financiar që e ka ndaj një ushtari që kryen një trajnim jashtë vendit afatgjatë është meditja. Dhe meditja nuk arrin ta mbuloj përveç se për një muaj. Është kjo dëshpëruese për ushtarët? Jo. Qeveria, ministria, FSK kanë obligime të shumta ndaj kryen obligime të shumta ndaj ushtarëve, nuk e ka vetëm një meditje, ka mundësia e shkollimit, avancimit, mundësia e prezantimit, shkuarjes në një trajnim, nuk është. Por që financiarisht mbulohet nga shtetet mik. Po shiko, ka dhe format e tjera cilat ne ndihmojmë reciprokisht me shtete, ne jemi në ndihma reciproke të shumë formave të ngritjeve, të shkollimit, të vizitave të shumta. Dhe nuk do të thotë kjo që ne kemi vetëm këtë problematikë të meditjes, sepse ne kemi konstatuar sipas ekspertëve është konstatuar se është e mjaftueshme, domethënë i plotson, normal që kërkesat janë gjithnjë të shtuara dhe ndoshta edhe mjetet i nevojiten se i cilit shumë më shumë, por janë të mjaftueshme për konstaton se për këto kushte është e mjaftueshme që të kryej trajnimin apo shkollimin një person ose një ushtarak që është kudo qoftë.